pasha Allahun I cilin ja. Nëse vendoset që kjo sidqi, vërtetësia me Allahun, që është shërim, melhem, edhe në plagën që ka e ki në trup, pasha Zotin të shëron. Por njeriu, insani, e ka përnime me Allahun në gjithë punë dhe sferët e jetës, Zoti ka më jabot diçka të pamundshme për ta që nuk e ban për tjetër kam. E është mirë, mund dal denjën me veten. Duhet të mshut denjër zemrës, o zemër, a e ke ndërmen munalti, largoj nga syefatësia, largoj nga mendjemallësia, largoj nga lakmia, a e ke njërt ti, a do më mçun zjarma, do më mçun xhenet. E Bubejke ka dhënë Allah shumë parë. Ama parën e ka pas në dorë, në xhep, jo në zemër. Se dikush ka para, ma para se me nxjerr zemra, se parën e ka në zemër, nuk e ka në xhep. Kur ta ke në xhep dhe në dorë, çdo ftesë dhe apel që vjen për hajër, ky e gjen. Të gjithë falënderimet më të sinqerta dhe absolute I takon madhërisë Allahut xhalla shanu wa xhalla xhalalu, I cili na ka bërë të dashur imanin në zemrat tona dhe në shpirtrat tona. Gjithashtu çojmë selam dhe salavate mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe përcjellin mësimet, porositë, mesazhet e kësaj fejes deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, jemi akoma në virtyti më I lartë që konsiderohet dhe llogaritet në Islam, ajo është sidqi, është vërtetësia, përnjëmetësia, madje llogarites mas profecisë nuk ka virtyt më fisnik, më I lartë, më I avancuar se kjo. Edhe jo rastësisht mas profetëve vinë as-sidiqin. Nëse njeriu pajiset me këta, e u lumton në çdo rast, në çdo moment, e ujit dhe kultivon çdo herë trunin e vet, zemrën e vet, shpirtin e vet, sa më kon më sadiq, sa më I vërtet më kon, sa më I drejt, sa më I sinqert, sa më për një me takete, dijeni mirë se kjo I ndihmon robit në jetët më të rënda dhe sfidët e jetës. Me pas të lashet më të mëdha, ndërse këta I me veti, kjo është ndihma më e madhe. Andaj I thuhet se e kanë pyetur Imam Ahmedin e I kanë thonë si ki pas mundësi me bë rezistencë dhe mi përballu këtë provat e asaj kohës, kur halifja asaj kohe e ka marrë, e ka fut në burg, e ka kamxhikos, e ka godit zistar dhe ti ki mujt me bë rezistencë, se njëri dhe një ndaj trysnijës, ndaj presionit, dorëzohet shlon shpirti I dhimbshëm. Ama, shikoj çfarë recepti dhe këshillën e the ka thonë të fjalë, wallahu law wudi'a sidqu fi jarh la shafa'a. Pasha Allahun I cilin ja. Nëse vendoset që kjo sidqi, vërtetësia me Allahun, që është shërim, melhem, edhe në plagën që ka e ki në trup, pasha Zotin të shëron. E mos flasmi për sfidat. Kur I për një me Allahun, kjo më të më kanë ilaçi më I madh se konsumimi medikamente që të japin nga barnatoria. Unë do e përmendë një fjalë të Ibn Qayyimit, një dietar, I cili e ka dhënë përgjigjen e shumë pyetjeve të rinjve dhe të reja tonë, që her pasere ankohen, justifikohen, o gjë ti nuk I di se unë mësoj në shkollën me një ambient ku ka telashe, ka trazira, ka lloj harame në universitetin tonë, ti o gjë nuk I din punën tonë, çfarë punë, mendon se është edhe lehtë. Çfarë përgjigje ka dhënë këtyre dhe të gjithëve që e kanë këto pyetje, ju qarkullojnë nëpër trunin e tyre, e ka thonë, kur njeriu, insani, e ka përnime me Allahun në gjithë punë dhe sferët e jetës, Zoti ka më jabot diçka të pamundshme për ta që nuk e ban për tjetër kam. Edhe njërë pyetja, sa jemi të sinqert me Allahun në punët e tonë, me namazin, me zakatin, me prindrit, me punën, me jetën e përditshme. Ka më ta rregullu Allah, ka më kriju rrethana, edhe në shkollë ku je, në punë ku je, midis më të këqive, kur të shohin se e ki përnime, pasha Zotin I te kalon këto sfidat. Ama me sa duke na nuk kena përnime. Na se kena përnime, nuk kena në kauzën islame përnime, për ta një sfidë e vogël, ne minjer dorëzohemi minjer.
E vëllezër, kam dëshirë një hadith, që këtë hadith kam dëshirë ta shoqërojmë sicili prej neve në përditshmërinë tonë, e cila ka më na ndreq raportin mes neve dhe Allahun, apo nëse s'kemi qenë të tash të sinqertë dhe të vërtet, kemi gjasa dhe mundësi ta përmirësojmë të kalumën tonë. Kjo është një hadith gjigant madhështor, por unë kam mundal te epilogi i hadithit. Ky është quhet hadithi i varrit, që robi kur ti je në varr, kur vdese, ne e vorosëm dhe fusmi në varr. Vin 2 melaçe dhe ja përshtojnë një 3 teste. Në shekin parë duken testet e lehta, mirë po në esencë dhe në thelb ata kanë një përmotje shumë të rëndë. E pyesin kush o Zoti jot? Kush o feja jote? Kush është ai dërguari që është dërguar në mesin tuaj? Këtë na muna me thonë tash, valla letë e kida, Zotë jem është Allahu, feja im është Islami, pejgamberi im është i dërguar Allahut Muhamedi alisam. Mirë pa gjithë të rëngohet gua, dora, vilica dhe kjo pjesë e ftyrës kamp, ki i në terin më të madhë, dhe sa tonë ta kanë vendosë, ati nuk ka dëni dikush ka ta ndihmon tyje, ose ta lu një epizod, 2 epizod, njeki, kalove, shpotove, nuk kalove, Zotit ta dhash hajrin. E nëse robi, thot në fund të hadithit, këtu du letjeti fokus juve dhe epilogi, ka thot, kur robi përgjigjet pyetje të sakta, vjen një thirrës, nade munadi min as-sama, vjen një thirrës nga lart nga qielli dhe thot, sadaka abdu. Që kjo shprehja sadaka. E tha për një me këtë fjalën. Ky për një me ka jetu me këto fjalë, që Zoti i vetë është Allahu, feja është Islami edhe pejgamberi. Na lutçto dhe reflekto, medito me veten. E tha të vërtetën. Për një me pas ka pas. Nuk është mirë me shku tek varri na, para se me ndrujet, me shikuaj, këna më për një me lëvizje tona, veprimet tona, aktët tona. E është mirë, mundon dhe njën me vetën. Du të më mshu dhe njërë zemrës, o zemër, a e kënë dërmen munalti, largoj nga suefatësia, largoj nga mendjemalësia, largoj nga lakmia, a e kënë njërë ti, a do më më qunë zjarë, a do më më qunë xhenet. Qëre, sadaka abdu, për një me kish robi, shpotone. Mos me pas për një me, qalon tutje ma tutje. Andaj Allah i ka thënë Kur'an, falau sadakallahu lekane khajre lehum, po ta kishin për një me Zotin, do t'ju kishte ra mirë në varë. Mirë për ndoshta se kam pas për një me, edhe nuk ju ka ra mirë. Ne në dersin e kaluar, kena tërgu se protagonisti i këtij vlerës madhështore, ideali, shembli, modeli, yrneki, më i sinqert në këto është shkolla e Ebubekrit. Ebubekri është cilësuar në këtë veti. Ky e ka pas për një me. Madje nxënësit e tij, edhe tabinit, kanë orë pas atij, ka lumtu. Pse ky njeri është nishi mas Resulullahit? Pse ky ka arrit kat pozit? E kanë shikuar thot, ky nuk ka bën namaz më shumë se na, se e kanë studiu, kanë pyet fëmijët, gratë, e kanë pyet nxënësit e vet, s'është dallu thot, as me namaz, as me xherim. Thot me diçka që e ka pas mrena në zemër. Me sa duket thot e ka pas shumë për një me Allahun, për ta kjo e ka rit. Andaj ka thënë Ebubekri, këtë umeti njerëzimi musliman, me dajt me një peshore të vagës. Ebubekri me një veti, kjo ka me ranu, kam i te kalu këto. Pse? Se të Zotit nuk është me numër. 1.000, 10.000, 100.000, 1 milion. Jo është një numër, ama ai nishi shka kon mrena, dheqi shka përbon mrena. Se i ki 10.000, 20.000 ama, mrena, bosh, ama 1, 2, full, me sinceritet. Kime këta, ja ka te kalu të tjerve, ma asgjë tjetër. Bile është një ajet kuranor, që Allah i madhëruar, ka fol këtë të gjithë djetarë kanë thonë se ky ajet ka zbrit për Ebubekrin, thot Allah në Kur'an, "Wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda." Ebubekri ka dhënë Allah shumë pare, ama parën e ka pas në dorë, në xhep, jo në zemër. Se dikush ka para, ama para se me nxjerr zemra, se parën e ka në zemër, nuk e ka në xhep. Kur ta kin në xhep dhe në dorë, çdo ftesë dhe apel që vjen për hajër, ky e gjen. Ky ka pas raste ka liru rob. Kur ka liru rob, i ka liru rob më thjesht. Her pas herë dhe Bilalin ky e ka liru. I kanë thonë disa tjerë, "O Ebubekër, pse nuk e liron një njeri i cili ki interes pas atina, ki hajër, ku të lirohet, ka me qenë trupruja jote?" I ka thënë, "Qërë, mas ma prishni zemra dhe njetin.
Unë e kam bo Zotit i për çka kam bo. Nuk ka bo me prapavija se shumica e nga ne bëjmë dhe një vepër, shpresojmë dhe një lavdrata, falendrime, dhe një post, dhe një shpërblim, dhe një kompenzim. E përlimi disi. Ky ka post puro sinqert për Allahun. E Allah i ka thënë Kur'an, wa ma li ahadin min indahu. Ky se ka bo për as kërkan, as për Bilalin, mi ni'metin tujza për dini mirësi që t'ja paguje ta shpërbleje. Illa ibtigha wajhi rabbil a'la. Veç për ftyrën Allahut e ka bo. A ka thonë s'dua asgjë tjetër. Kujtohet edhe një hoxh bashkëkor ka ndruajtur para 20 vjetëve, e ka pas emrin Imam Ghazali i Egjiptit. Ai para se më ndruajë ka thonë një fjalë që është shumë na kalon mbresat noja. Ai para se më ndruajë thotë një fjalë thotë. Subhanallah, nuk e di e kam bërë dënë vepër për Allah thotë. Nuk mund të ta thonë thotë dënë vepër për Allah dhe nuk e thotë modestia. Nuk du thotë këtë momentin e futin asgjë për njerëzve. Du vetëm për hir të Allahu xhaleshanu. Nuk du thot, se jam të po, se mu ka qirë thot, perda i retit, edhe atje nuk është valide vetë vepra që ka i ban për Allah. Edhe fillon me qajt, dhe i se thot një fjallë poezis, hubbi be i leji, fil el khajrajt, më ba e dashër me bon pun të mira, hatta dhanën të enë la ju gjerë, sa që une aqë mu ka bo pjesë e jetës, mu ka bo kulturë e jetës me bon pun të mira, am pagujte, nuk um pagujte, une veproj këta. A i kuptut? Veprat për rritë Allah, edhe me këta e përbylli kërkojnë ndjesë, që ndoshta edhe e zgata, mirë po, pa tjetër do e përmeni, këtu është e pojnta maj madhe, që i ka thonë një dietar, ajo që më kalon për shtypje për Ebu Bekrin, ka thonë se Ebu Bekri nuk është torturu sikur se Bilali. Bilali ka torturu. Bilalin e kanë nxjerr në mes të nxehtësisë, 50 temperatura, guri shkëndin më të madh në bark dhe i kanë thonë, thuaj se s'ka Zot. Ai thotë ehadun, vetëm njosh Allahu, nuk ka dy zota, një. Çfarë torture? Thotë Ebu Bekri nuk është torturu sikur se Bilali. Megjithatë është më superioritet se Bilali. Ebu Bekri nuk ka rrosh shejt si Omeri, mirë po e ka tejkalu dhe Omerit se ka pas diçka të veçantë. Ebu Bekri nuk ka shiju fukarallëkin sikur se Ebu Dherri, mirë po e ka kalu edhe Ebu Dherrit. Me një fjalë, thot Ebu Bekri nuk ka luftu sikur që ka luftu Khalidi, megjithatë ka qenë më superior dhe e ka tejkalu Khalidit. E çka ndodh poenta? Thot Ebu Bekri është një shkollë dhe mësim i thellë. Ajo është se njeriu ka mundësi me bën nëpërmjet zemrës, çka nuk bën nëpërmjet veprës. E Bilali ka pas me zemër. Pyetja jemja edhe për juve, sa i kena me zemër? Sa i kemi me zemër? U ala përgjigje dhe vetës timi dhe juve, se pas namazin shpi, me ndonë një qasë dhe me shiku, sa i kena punë me zemër. Allahu na përmisoft raporte mes neve dhe Zotit, mes neve dhe vetës tonë dhe shoqërisë, na boft të drejtë dhe sinqert, dashmi faqebar para Allahut, para se me shku, mu taku me ata, e kuli qauli hadha, wa astaghfiru li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.